Jam spostuar këtu tek kamera gjyqëre si do bëjmë këtë. Do inskenojmë këtë situatën tani. Hajde. Sa mos harroj deri. Silla këtu silla, ha. Çfarë s'është më punëra? Alo? Si jeni? Shiko, e dashur je motra e Fionës. Unë jam Angeli, gazetari, bashkë me jemi në xhirim, por Fiona është dëmtuar pak. Se kemi qenë duke regjistruar sipër në Tarac, ishim sipër në Tarac duke xhiruar, po është dëmtuar pak. Dhe për momentin jemi në ambulancë, jemi duke shkuar. Edhe ra, se isha dhe unë me Angel aty dhe u aksidua pak dhe ra pak shtu, po dëgjoj se nga që mos u shqetësos. Morëm ambulancë. Është dëmtuar. Dëgjon, ma jep çka të ujnë aty, ma jep pak. Po. Ju ndodheni në Tiranë, jeni këtu? Ku? Nuk jam Tiranë, çfarë vend jeni? Po shkojmë për në spital, Se ajo iku përpara dhe tani ne mbas asaj po të morëm telefon që meqense je motra, tham hajde inshallah po na përgjigj ndonjë familjar që mos shqetësoni mamin apo babin. Po Ka thyer Masë që gatojnë atje, masë hajde. Ka thyer këmbën e dashur, ka thyer këmbën domethënë. Masë që këtu. Po. Edhe më dëgjon, shiko, unë të mora për të vënë ndjeni se mos të shqetësohesh shumë se do jemi dhe ne atje pranë saj, po thjesht për të siguruar që ja një sekond. Një sekond. Okej, tani do kemi mundësi. E mbylla kështu një sekond. E marrim prapë. Mori motra, maj princes, mori motra. Një sekond. Po. Më fal. Atëherë jemi tek Nën Tereza. Te Nën Tereza direkt. Te urgjenca, te urgjenca. Më fal se ta mbylla ashtu, po. Edhe nga që po, nuk e di se si ka ndodhur kur, po herë e parë se u çudia dhe unë se Te bashkia sipër në Tarac ishim. Ishte me thënë drejtën goxha lartësip. Nga 2 metra lartësi, 2 metra e gjysmë kështu diçka e tillë, e vogël kështu, jo shumë e lartë. Po, edhe okay, domethënë do t'ja thuash mami, unë s'ja thoj mami se më tha, Po ku jeni juve? Ku rini? Po ku rini juve? Ku jeni? Ku je? Jo, ku jetoni ju? Ku jeni? Ku? A jeni në Itali? Po ju këtu nuk keni njëri tjetër. Kë mund të marrim këtu? Kë mund të Po ç'a të bëjmë të rrim aty tek Fiona të apres dikë të marr ty në telefon? Rike Fiona dhe përgjigju telefonit Fionës, sepse nuk kam zgjidhje tjetër. Po, ti me mamin ja, Një sekond. Po jo, mami është në shtëpi vet. E kuptoj, po dëgjoj, po mos ja thoj mamit me njëherë tani se mos i krijon emocione, komplikacione emocionale. Edhe ndaj të morëm ty në me xhaxhin. Do t'i them personave të familjes ta marrin telefon dhe përgjigjuni ju dhe sqarojeni ku jeni ke Nën Tereza që të vinë. Është shpreng. Një shaka e vogël që ty të bëri pa keq, po s'ka gjë.